Territori i Kosovës për datën 22 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht të ftohta dhe të paqëndrueshme me mod kryesisht me vranësira. Paraditja do të jetë e ftohtë me vranësira, ndërsa pasditja vijon me intervale pa reshje në shumicën e qyteteve. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 7 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 22 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 22 janar do të jetë rreth orës 6:52 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:42 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica -1 deri në 7 gradë Celsius. Podujev -1 deri në 7 gradë Celsius. Skënderaj -2 deri në 6 gradë Celsius. Pej 1 deri në 6 gradë Celsius. Prishtinë 0 deri në 7 gradë Celsius. Gjakov -1 deri në 7 gradë Celsius. Malishev -2 deri në 7 gradë Celsius. Gjilan -2 deri në 7 gradë Celsius. Ferizaj -1 deri në 7 gradë Celsius. Kaçanik -1 deri në 5 gradë Celsius. Suharek -1 deri në 7 gradë Celsius. Prizren 0 deri në 6 gradë Celsius.